Gjuhët anglisht, greqisht dhe hindi kanë rrënjë të lashta të përbashkëta, pavarësisht se tashmë duken shumë të ndryshme. Studiuesit arritën së fundmi të zbulojnë forma të fjalëve, të cilat nuk janë më në përdorim, por që ishin pjesë e gjuhës së parë, shkruan një artikull botuar në The Conversation, përshtatur nga Dita. Kjo na kujton se gjuhët që duken se janë larg njëra tjetrës, në realitet kanë lidhje të thella historike. Mësimi është se në thellësi të gjuhëve tona të sotme janë rrënjët e një gjuhe pararendëse që dikur i bashkonte njerëzit. Titulli origjinal i artikullit është Hindi, Greek and English all come from a single ancient language. Here's how we know, në The Conversation. Autori i këtij artikulli të publikuar në 29 shtator është Mark W. Post nga Universiteti i Sydneyt. Artikulli shkruan se shumë gjuhë moderne të ndryshme, përfshirë anglishten, hindun dhe greqishten, nuk janë ashtu si duken të pavarura. Studiuesit gjuhësor dhe historik besojnë se të gjitha ato rrjedhin nga një gjuhë pararendëse, që për momentin quhet proto-indo-europian. Kjo ide e mbështetur në metoda krahasuese dhe gërmime gjuhësore na ndihmon të kuptojmë jo vetëm prejardhjen e fjalëve, por edhe migrimet dhe kontaktet kulturore në një histori të lashtë njerëzore.